shpjegueshme për ta bërë edhe kryetarin dhe ne natyrisht që do t'i votojmë edhe në kryetar. Megjithatë, Kurti tha se po ja u dha kryetarin e parlamentit. Si e pat këtë shkresën e fundit? Po, dëgjoj, zoti Kurti, unë e pash konferencën e tij për media dhe zoti Kurti është në panik, ka një nervoz të pashpjegueshme dhe e ka një dëshirë po ashtu të pashpjegueshme për me dhunu nervat e këtij populli, po dhe për me dhunu Kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra, ai duhet të heqë dorë nga këto dhe tentimi që ranën e njëjtë me shit 4 herë është një tentim që kësaj radhe nuk do të kaloj. Shqiptarët e Republikës Kosovës nuk janë ashtu siç i percepton lëvizjeve të vendosë analfabet funksional. Sepse kur ti tenton të njëjtën ranë me shit 4 herë, ti këtë përshtypje ke për popullin e Kosovës. Prandaj sot e pam zoti Kurti këtu mbrapa nesh një tendencë për të shitur të njëjtën ranë edhe një herë. Tha që nuk mundet të ndryshojë rezultatet zgjedhore, sepse këta s'pe pranojnë rezultatet zgjedhore. Në 2014, kur u bë bashkë me Vlanin, ishte vetë Kurti që nuk e pranoi rezultatin zgjedhor, ku në atë kohë kishte fituar zgjedhjet në mënyrë historike Hashim Thaçi. Madje ai përdori dhunën politike, e përmbysi Kushtetutën duke bërë në mënyrë kundërligjore, kundër kushtetuesve dhe kryetarët të kuvendit. Bëri gjithçka, kalli kuvendin, kalli mrena, kalli jashtë, i sulmoi policinë, i përgjaku polic dhe u mundu me ndryshu rezultatin zgjedhor. Ndërsa këtu nuk ka ndonjë tendencë nga asnjë parti politike me ndryshu rezultatin zgjedhor.